përmes këtij libri, se për ta shohur. S'ma ka marrë mendja kur që një profetet i teknologjisë do bëhet autori në shumë libra, po vërtet zënë një respektat akon shumë për angazhimin e madh që ka bërë. Se për ta shohur tashmë nuk është një emër i padur, ai ka një prodhim të vështirë krijuesi. Me shkrimet publicistike është marrë për kohë dhe vazhdon të punojë për kohë, nuk e botuar vepra të tjera në këtë fushë. Libri i rrugtimit të Gjinis, 1951-1991, i autorit Sefet Tasholli është një vepër që këtë pikturë nga shtypi. Kjo vepër paraqet një kontribut të rëndësishëm në ndriçimin e periudhave të rëndësishme historike të popullit shqiptar. Unë komponuar libret e gjysë bashkë me vetën, me shokët që kanë qenë të angazhuar, me familjet e tyre, do të thotë jam i mishnuar për libret e gjysë që i kam qitë letra dhe ju keni mundësinë me i vëtuar. Edhe po dina shumë i mirë që keni ardhur gjithë ju miq që ju kam përqef, ju familjar dëshmorë me martërve, ju familjar të pjesëtarëve që kanë qenë demonstratat e 7-9, 8-1, 8-2, ju institucione kanë dhejtë kryetar për gjithë ato që po bënë për librin shqip.